Më thonë selamja, nëse përkthej në gjuhën tonë në Shqipe, më thonë i bjen më thonë paqja. Paqja Allah që mbi ju. Të dërgoj një hadith interesant, vjen një person të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jep selam, thot assalamu alaikum. Edhe pejgamberi ja kthen selamin dhe i thot i fitove 10 shpërblime. Vjen një tjetër, pak më vonë thot assalamu alaikum wa rahmatullah. Paqja Allah që mbi ju dhe mëshira e Zotit që mbi ju. Pra lutje më tepër. Pejgamberi i tha i fitove më thonë 20 shpërblime. Më vonë erdhi i treti me radhë, tha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pejgamberi i tha ti fitove 30 shpërblime. Pa shikoj më thonë pse këta shpërblime janë? Ka si e lut për vëllain tonë musliman. E lutja ndaj dikujt, më thonë, kjo tregon dashuri. Zakonisht njëri për personin që nuk e don nuk lutet. Bile ti kundër atij ndoshta lutesh. Jo për të. Ta si më thonë neve na mëson Islami, ne do të murut për një tjetrin. Shedimi ka shumë hadithe, por çështja që ne besimtari i mirë lutet për tjetrin. Bile është një hadith i veçantë, më thonë ai cili lutet për të tjerët, me laçë lutet për të. E selami ne mëna ditës më nuk kemi të vetëdijshëm, shpesh ndodh kjo, mos vetdije, ne bëjmë dua ndaj njëri tjetrit. Sikur të shtit ndonjë besimtar thotë alhamdulillah, ne i themi yarhamukallah. Allah të mëshiroj. Në shumë hadithe, shumë etika e Islamit është e mbushur me lutje ndaj njëri tjetrit. Edhe te selami synohet kjo, paqja e Allahut, mëshira e Zotit, bekatit e Allahut subhanahu wa taala, pra këta kuptime i ka më thonë përshëndetja e selamit.